Ka raste në cilat ti poston e buzëqeshur kur je mërzitur? Shumë shpesh. Pra rrjetet sociale janë edhe një fasad. Ka raste që unë mund t'jem shumë keq shpirtërisht, ndihem sikur ka ardhur fundi i botës. Ndodh edhe pse unë mund të kem ndoshta halle shumë vogla në krahasim me hallet e dikujt tjetër, po hallit nuk i ngjan. Por nuk kam zgjedhur t'i postoj ato momente kur unë ndihem keq, pasi dua që rrjetet e mia sociale t'i shfrytëzoj vetëm për gjëra të bukura, gjëra pozitive, gjëra që na motivojnë, edhe t'jap pak nga buzëqeshja ime gjithë Shqipërisë. Pra nëse do qajmë edhe do bëjmë të tregojmë hallet, unë nuk është se s'kam qarë, por e ki parasysh shumicën e kohës jam vetëm duke qeshur, dhe dua t'jap pak nga buzëqeshja dhe ndoshta ta marrin edhe në formë të një mesazhi që qeshni më shumë. E qeshura në fen tonë është sevap, diçka e mirë.